Lëngu i thrave esëll, pijeni 2 herë në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre 3 sëmundjeve. Hithra është e njohur edhe si Urtia dionica në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës së lartë. Hithra ka qenë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe nga gjyshet tona. Një filxhan çaj hithre ose uji hithrës përmban vitaminën A, vitaminën B, K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate yndyrna dhe proteina. Ajo është e pasur me minerale si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, mangani, zinku, bakri dhe magnezi. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrës duke vluar disa gjethe hithre në ujë dhe mund të shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetitë ushqyese dhe medicinale të hithrës në dietën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemeve të traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyral që lehtëson rrjedhjen e dur të lëngjeve nga veshkat dhe fshikza duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Ajo mund të trajtojë infeksionet e traktit urinar, lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit, ka veti të mira antiinflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Lehtëson ekzemat si dhe problemet të tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithrës ndihmon në eliminimin e toksinave dhe lehtëson gjithashtu problemet e irritimeve të lëkurës. Parandalon dhe lehtëson alergjitë. Lëngu i thrave mund të lehtësojë alergjinë që ndodh për shkak të ndryshimeve sezonale si kruajtje të rintitet dhe të shtimat. Është një tonik shumë i mirë për higjieninën femërore. Lëngu i hithrës është i pasur me nivele shumë të mira të hekurit që ndihmojnë në luftën kundër anemisë. Gratë shtatzana duhet të përdorin lëngun e hithrës për të parandaluar gjithashtu edhe problemet e fetusit dhe shëndetin e fortë. Për sa kohë që është të përdorur si duhet, lëngu i hithrës mund të japë rezultate fantastike në dobi të organizmit. Ekspertët thonë se përfshirja e lëngut të hithrës në dietën tuaj ditore mund të jetë një mburojë e veçantë në rritjen e vlerave të trupit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni ta përdorni si duhet lëngun e hithrës në dietat tuaja, kështu ndikimet që do të merrni prej tij do të jenë fantastike dhe do të mbajnë larg shqetësimet. Hithra është cilësuar nga ekspertët si një zgjidhje e mirë. Hithra është e mirë për sistemin tuaj tretës. Pjeni lëngun e hithrës në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjedha dhe kolitin, parazitet dhe problemeve të tjera të traktit tuaj urinar. Gjithashtu edhe ati tretës. Hithra është një bimë fantastike që mund të japë rezultate të mira kundër problemeve të kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sisosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen më të mirë të kolesterolit në gjak dhe siguron të keni gjithashtu një zemër më të shëndetshme. Hithra do të ruajë strukturën e dur të qelizave dhe gjithashtu do të menaxhojë më mirë shëndetin tuaj. Ndaj konsumi i saj në menunët tuaj ditore mund të jetë një nga alternativat që trupi juaj i ka më të nevojshme. Hithra do të ruajë strukturën e dur të qelizave dhe do të largojë komplikacionet. Është e rëndësishme që ajo të konsumohet si duhet në dietën tuaj edhe për të përmirësuar strukturën e qelizave. Parandalon luhatje të sheqerit në gjak dhe lëngu i hithrës mund të ulën nivelet e glicemisë në trupin tuaj. Ka veti diuretike të cilat ju mbajnë të ngopur për një sasi më të gjatë ditore. Gjithashtu, përfshirja e hithrës në dietën tuaj sipas Healthline është mundësia më e mirë që trupi juaj mund të bëjë për të parandaluar edhe problemet të rrjedhjeve të brendshme. Ajo është e mirë edhe për higjienën tuaj orale. Përdoreni lëngun e hithrës në formë gargare në mënyrë që të pastroni gojen nga bakteriet e dëmshme që çojnë gjithashtu edhe në prishjen e dhëmbëve, në gojen e dëmtuar dhe gjithashtu në erën e problemeve të këqija. Por personat që kanë probleme me stomakun, gratë shtatzana dhe fëmijët duhet të konsultohen më parë me mjekun e tyre përpara se të shtojnë hithrën dhe lëngun e saj si bimë medicinale në dietën e përgjithshme. Hithra është një alternativë e çmuar në mbrojtjen e organizmit dhe si e tillë mund të japë rezultate fantastike. Për sa kohë përdoret me kujdes dhe si duhet, ndikimet e saj në mbrojtjen e shëndetit do të jenë të fuqishme dhe gjithashtu do të lehtësojnë komplikacionet e tij.
Megjithse ky lëng është i shijshëm për organizmin, vlerat që do t'i jap atij do ta bëjë një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese. Shëndeti i veshkave do të përmirësohet me përfshirjen e hithrave në mënyrë korrekte në dietën tuaj. Vlerat më premtuese të lëngut të hithrës kanë të bëjnë me shëndetin e veshkave. Ky lëng ka efekte diuretike që stimulon urinimin e shpeshtë dhe gjithashtu përmirësimin e organizmit tuaj. Lëngu i hithrave do të përmirësojë shëndetin e prostatës dhe do të parandalojë zhvillimin e gurëve në veshka. Sistemi juaj imunitar gjithashtu do t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden te çaji i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C i japin kësaj edhe efikasitetin e plot në lidhje me fuqizimin e sistemit tuaj imunitar dhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Nëse doni të keni një imunitet më të fortë dhe të mbani larg gjithashtu problemet e rënies së tij, mund të shtoni hithrat në menun tuaj ditore. Përfshirja e hithrave në menun tuaj ditore mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sistemi imunitar mund të jetë gjithashtu një zgjidhje fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Ekspertët tregojnë se përfshirja e hithrës në dietën e imunitetit mund të jetë një zgjidhje fantastike edhe për shkak të flavonoideve dhe karotenoideve që gjenden te çaji i hithrës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C që i japin asaj një zgjidhje efikase kundër këtyre shqetësimeve, në furnizimin e organizmit gjithashtu edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve. Shëndeti juaj i zemrës do të japë rezultate më të mira edhe për elementët ushqyes të hithrës. Ndaj nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj të zemrës dhe të mbani larg komplikacionet e saj, sigurohuni që hithrën ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtpërdrejtë midis konsumit të rregullt të hithrës dhe uljes së tensionit të lartë të gjakut. Përbërësit antiinflamatorë si kaliumi ndihmojnë në uljen e presionit në arterje dhe në enët e gjakut. Në këtë mënyrë ato përmirësojnë qarkullimin e tij dhe fluksin e oksigjenit në çdo pjesë të organizmit. Një gjë e tillë do të ulë shanset edhe për atak në zemër, ishemi ose komplikacione të tjera kardiovaskulare. Tretja do të jetë më efektive dhe më e mirë në përfshirjen e hithrës në dietën tuaj. Antioksidantët me veti antiinflamatore që gjenden kryesisht tek hithra mund të japin rezultate mjaft të mira edhe për shëndetin tuaj. Antioksidantët që gjenden te hithra zvogëlojnë inflamacionet dhe bëjnë mirë edhe kundër problemeve të tretjes, pasi mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Shëndeti i lëkurës do të përfitojë gjithashtu edhe më shumë vlera për organizmin. Lëngu i hithrës ka efekte qetësuese, ndihmon në lehtësimin e simptomave të akneve, ekzemave, irritimeve dhe njollave të tjera të lëkurës. Ju mund të pini këtë lëng për të përfituar efektet e saj, ose mund të përdorni lëngun për të lyer zonat e prekura të lëkurës dhe për të përthithur edhe vlerat maksimale të saj. Osteoporoza gjithashtu mund të mbahet nën kontroll me përfshirjen e hithrave. Lëngu i hithrës përmban minerale të rëndësishme që përfshin kalcium, magnez dhe hekur. Kjo e bën lëngun e jashtëzakonshëm për njerëzit që vuajnë nga anemia edhe të parandaloni gryerjen e kockave me kalimin e moshës, citon në WebMed. Ulë dhimbje dhe inflamacionin. Lëngu i hithrës mund të përdoret për të ulur dhimbjen e muskujve të shpinës të kokës, lëndimet e lëkurës e të tjera. Ky lëng është kaq i fuqishëm saqë përmban element mjaft të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Aplikimet e jashtme të lëngut të hithrës janë efikase madje edhe në lehtësimin e problemeve të inflamacioneve. Por si të përgatisni lëngun e hithrës në kushte shtëpie që të merrni këto vlera? Vendosni hithrat e thata ose të freskëta në një çajnik. Hidhni ujë dhe vendosni çajnikun në zjarr. Për një filxhan me hithra ju nevojiten 2 filxhan me ujë. Çajin mund ta bëni të fortë duke hedhur më pak ujë ose më të lehtë duke hedhur më shumë ujë. Sapo uji të nisë të ziejë, hiqeni nga zjarri dhe e lini të ftohet për pak minuta. Më pas e kulloni dhe hidhni në një filxhan. Disa njerëz preferojnë të shtojnë pak sheqer, por edhe mjalti është një zgjedhje ideale. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.